Shikohet nderuar, ju përshëndes të gjithë, unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në Money Report për të njohur edhe me lajmet kryesore deri më tani, fillimisht me zhvillimet përtej ekonomisë. Shënohet një incident i rënd gjatë fushatës elektorale në Dibër, ku kandidati për deputeti i Partisë Demokratike, Xhelal Mziu, dhënon fizikisht një zyrtar lokal. Pas një takimi elektoral në Ostren, Mziu dhe nipi i tij kanë rrahur me grushta përgjegjësinë e ndihmës ekonomike në këtë njësi administrative. Policia ka referuar ngjarjen në SPAK për kanosje dhe dhunë ndaj pjesëmarrësve në zgjedhje. Vetë Mziu e kishte paralajmëruar dhunën në një takim elektoral disa ditë më parë në Dibër. Kryebashkiaku i Kievit thot se Ukraina duhet të lëshojë territor edhe pse kjo nuk është e drejtë. Vitali Klitschko thot se kjo do të jetë një zgjidhje për një paqe të përkohshme në kushtet kur bisedimet kanë ngecur dhe lufta po shkakton viktima. Klitschko është zyrtari i parë Ukrainas që deklarohet për lëshim territoresh, ndërsa presidenti Trump akuzoi Zelenskin se duke mos pranuar këtë kërkesë po pengon arritjen e paqes. Në masa të repta sigurie, Vatikani dhe Roma janë blinduar gati për të pritur liderët botror. Për funeralin e Papa Franceskut, autoritetet po përdorin një armë antidron për siguruar edhe mbarvajtjen e ceremonisë. Arma bllokon sinjalin e mjeteve fluturuese si një mas edhe për parandalimin e një sulmi të mundshëm terrorist. Mirë, do ndalemi tani për të parë më gjithësisht edhe zhvillimet nga ekonomia. Biznesi ka mirëpritur nismën e re të paqes fiskale me shtetin. Në një takim me sipërmarrës të turizmit Velipoj Shëngjin, kryeministri Rama tha se deri më tani 1000 subjekte kanë kërkuar që të firmosin marrëveshjen për të paradeklaruar tatimfitimin kundrejt shmangjes të kontrolleve tatimore. Rama premtoi më shumë investime në infrastrukturë për të shërbyer turizmit, por dhe bizneseve që operojnë në këtë sektor. 1000 biznese kanë kërkuar që të nënshkruajnë marrëveshjen për të përfituar nga paqja fiskale. Kryesocialisti Edi Rama në një takim me përfaqësues të turizmit të Shëngjin Velipojës tha se kjo nismë është shumë e rëndësishme për ekonominë shqiptare, ndërsa shmang plotësisht kontrollet nga tatimet. Paqja fiskale parashikon ndër të tjera edhe faljen e detyrimeve, kamat vonesave si dhe të interesave për 10 vitet e fundit. Shumë të lumtur që ju të pranoni 65% që në para deklaruar bazuar mbi shtretrit, 35% që i pjesës tjetër sezonit është më i lartë se sa normaliteti, e dim dhe këtë, por është një lloj balance dhe jemi shumë të kënaqur që mbi 1000 hotele i janë afruar derës tonë, kanë trokitur dhe kërkojnë marrëveshje. Dhe kështu nuk keni më inspektime, historira, kontrole, shkoket bjeri derës, ka njëri mrena, s'ka njëri mrena, dhe ju dini se sa shumë akullore duhet jepni për të fresku inspektorët. Rama premtoi ndër të tjera edhe më shumë investime në infrastrukturë, të cilat do t'i vinë në ndihmë sektorit të turizmit. Më thonë ca veriu, Lat, Jugu, investonin Jugu. Po të shikosh çfarë kemi bërë ne investime në gjithë zonën e veriut, atëherë kupton edhe pse ka zhvillim turizmi dhe pse ka zhvillim ekonomia në veri. Po ta filloj nga rruga e Valbonës, Tropoj, dhe po ta marr nga Bajramçurri. Kur kemi marrë në detyrën
Bajram Curi ishte çfarë të them. Mirë, do të vjojmë të flasim më gjërësisht në fakt në lidhje me këtë paket të re të ashtu quajtur paqe fiskale, prezentuar një ditë më parë edhe nga kryeministri Edi Rama, kundërto parashikohet që të ndërtohet një marrëdhënie e re, po themi mes të shtetit edhe sipërmarrjes. Mes të gjitha masave parashikohet të ketë edhe një falje, një fshirje të detyrimeve dhe të kamatvonesave që bizneset kanë akumuluar, po themi, në një periudhë që shkon deri në edhe mbi 10 vite, të paktën janë ato që janë artikuluar dje në prezantimin e kësaj pakete të re, ku komponentët kryesor të saj konsistojnë në tatimin e dakordsuar nga fitimi, pra është marrëveshja që u diskutua edhe më herët dhe ndoqëm edhe në kronikën më parë, ku kryeministri Rama tha që ka patur një interes nga ana e bizneseve për të përfituar nga kjo lloj, po themi, amnistie, le ta quajmë kështu në thonjza, ku shmangen kontrollet tatimore nëse bëhet ky paradeklarim nga ana sipërmarrjeve, një rishikim i pasqyrave financiare, por po ashtu dhe falje detyrimeve tatimore dhe kamatvonesave, janë këto tre shtyllat kryesore që ndërtohet edhe kjo paqe fiskale. Por sa i shërben biznesit, sa e rëndësishme është kjo nismë, të gjitha këto çështje kam kënaqësinë që të diskutoj me zonjën Romina Radonshiq, eksperte për ekonominë, mirë se erdhe në Mani Report. Besoj jeni njohur tashmë me nismën e re, le ta quajmë kështu, ofertën e Partisë Socialiste për ndërtuar një raport të ri me shtet biznes. Si e keni parë, sa i shërben kjo nismë sipërmarrjes? Në fakt, kjo i shërben të gjithë sipërmarrësve, sidomos atyre bizneseve që për shkak të problemeve që ndodhin gjatë pandemisë, luftës Rusi-Ukrainë, patën një mungesë likuiditeti ku një pjesë e tyre mund të kenë marrë dhe gjoba, po kamatvanesa për shkak të mos pagimit të detyrimeve tatimore. Është një element shumë pozitiv dhe mendoj që të gjithë bizneset tashmë janë, le të themi, deri diku dhe të çliruar, sepse në momentin kur flitej për administratë tatimore dhe ato e dinin që kishin shumë probleme në lidhje me administratën tatimore, se jo vetëm që ishin, pra duhet paguanin gjoba, apo kamatvanesa, apo qoftë dhe detyrime, por kishte edhe një problem tjetër që krijonte një lloj stresi nga aspekti psikologjik për të vazhduar më tej. Ndaj dhe kjo edhe fjala në fakt që është përdorur paqe është vërtet një fjalë gjetur për shkak se do krijojë një paqe. Është vërtet një lloj paqe që ofrohet për sipërmarrjen? Po, patjetër edhe një qetësi e sipërmarrësve për të vazhduar më tej dhe për të krijuar mundësi vetes për të zhvilluar. Duke bazuar në tre shtyllat në fakt që ka propozuar kryeministri, të tre shtyllat kanë efektet e tyre pozitive. Duke nisur nga pjesa e mesatares që ai thotë që do të ketë një mënyrë e re e llogaritjes, pra marrëveshja midis biznesit dhe vetë administratës tatimore, për të vendosur pra për 3 vite një mesatar duke referuar fitimit nga pasqyrat financiare, aty duke vendosur rritjen ekonomike të vendit, por dhe ai koeficienti i cili do të përshtatet është shumë interesant sepse këtu duket sikur ka dhe një diferencim midis bizneseve, që ai biznesi që është vërtet shumë i zhvilluar, siç mund të jetë turizmi, industria e ndërtimit, patjetër që performon mirë. Nga ana tjetër kemi disa sektorë të tjerë që nuk performojnë mirë dhe le të themi dhe kjo për llogaritje që do të bëhet nga vetë administrata tatimore, më pas në darkotësi edhe me vetë biznesin, krijon një lloj lehtësie. Pra është një lloj balanci që vendoset duke implementuar këtë lloj skeme? Një lloj balance. Dhe për më tepër, efekti më pozitiv i kësaj metode është dhe fakti që nëse do të kemi shtesa pra në fitimet të biznesit gjatë një viti, pra mjafton që biznesi ta deklarojë dhe ta totë vetëm 5%, dhe është shumë gjë e mirë. Pra kjo jo vetëm që lufton evazionin fiskal, por ndikon pozitivisht sepse edhe në fund biznesi nuk dëshiron të bëjë evazion fiskal. Nëse bën evazion fiskal, ai i bën për të përfituar, por në këtë rast ai e ka fitimin, sepse për çdo shtesë do të paguajë vetëm 5%, jo 15%. Nëse ndalemi te komponenti, po themi, i marrëveshjes sa i takon para deklarimit të tatim fitimit, është kjo një iniciativë pozitive, le ta quajmë kështu? I shërben të dy palëve? Po, kjo i shërben të dy palëve. Së pari i shërben qeverisë sepse në këtë mënyrë ndikon pozitivisht për të luftuar evazionin fiskal, gjë që po mundohet ta luftojë në forma të ndryshme, por pa vendosur gjoba, pra po e thret vetë biznesin që nëse ti
do të deklarosh atëherë dhe unë do të ndihmoj. Kështu që kjo është një aspekt pozitiv. Pra, qeveria fiton disa të hyra dhe lufton evazionin fiskal, atë qëllim që e ka, duke luftuar evazionin fiskal, kemi thënë që ndikon pozitivisht në tregun e punës, ndikon pozitivisht të hyrat lokale apo dhe në ndërtimin e politikave në fund. Dhe ndërtimin e politikave, por nga ana tjetër edhe në skemën e pensioneve, pra se janë gjërat e lidhura njëra pas tjetrës. Nga ana tjetër, vetë biznesin nuk e çon më të bëjë evazion fiskal, por biznesi është më i qetë. Ai vepron në formalitet, mund të zhvillohet më shumë, mund të jetë më konkurrues në treg dhe pse jo, një nga elementet që më pas qeveria ka lënë në dorë të lirë, pra nëse në arrim të marrëveshje, unë nuk kam se vendos inspektor tatimor që ju të kontrolloni pasi është krijuar e besueshmëria midis palëve. Por një nga elementet që ndoshta ngjallin diskutime gjithmonë këto nisma, sidomos kjo është ajo mes biznesit, po themi të ndershëm, që ka paguar gjithë detyrimet, kamatvonesat e çdo gjë që ka pasur në raport me shtetin, dhe ndërkohë del që Partia Socialiste ofron ka një ofertë të tillë që i fal, po themi, ka një lloj pandershmërie, si mund ta quajmë në këtë lloj forme? Duket sikur ato individ cilët janë sipërmarrës, pra, sikur le themi diskriminohen pozitivisht, sepse por më besoni që ato të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore apo nuk kanë paguar gjobat, janë individ cilët nuk kanë pas mundësi, pra sipërmarrës, më falni, cilët nuk kanë pas mundësi ta bëjnë, sepse patjetër që ato e din shumë mirë që ato janë detyrime që nëse ti i lë me kohën ato shtohen dhe ndaj qeveria e ka parë si tepër të arsyeshme që të ndihmojmë këtë target të bizneseve të cilët kanë qenë në vështirësi, pastaj nuk është një gjë e re, edhe vendet e Europës kanë përdorur amnisti të tilla, sidomos edhe gjatë luftës Rusi-Ukrainë, por edhe gjatë pandemisë, pasi bizneset gjatë pandemisë nuk performuan të gjitha njësoj. Kishin biznese që kishin impakt direkt nga pandemia apo nga kriza ekonomike, po kishin biznese që kishin impakt indirekt. Dhe ne po flasim për ato biznese që këto 4 vite kanë pasur probleme dhe ne kemi në fakt një borxh apo një detyrim tatimor të këtyre bizneseve që më tepër janë mikronjësi, tepër të lartë dhe e ka që është rënduar ndoshta në vitet e goditjeve që ka marrë një pas një si ekonomitë të tjera ashtu edhe Shqipëria. Ndaj dhe duhet që qeveria ka në plan që të zhvillojë biznesin. Në momentin që ne zhvillojmë biznesin, atëherë kemi zhvilluar automatikisht ekonominë familjar, kemi zhvilluar automatikisht dhe vetë ekonominë e vendit. A duket e realizueshme në tërësinë e saj, duke marrë në konsiderat gjithë kompleksitetin e gjithë paketës që vjen? Në fakt duket si komplekse, por ministra e themi e sqaroi me rast konkret dhe unë mendoj që dhe një individ i cili është sipërmarrës dhe dëshiron ta kuptojë, besoj se ka kuptuar. Është e qartë. Dhe për më tepër që shtylla e parë disi më komplekse për llogaritjen e tatimfitimit, por dy shtyllat e tjera që ishte së pari falja apo amnistia e kamatvonesave apo i gjobave dhe e treta e cila kishte lidhje me nëse kemi probleme në hartimin e bilancave të 5 viteve të mëparshme dhe duam ta rregullojmë, patjetër që ne pra kjo paqe fiskale na jep mundësi të rregullojmë bilancin apo pasyrat financiare duke pa gjoba, por vetëm duke paguar një 5% që është shumë herë shumë le të themi relaksuese nëse do ta thoja në fjalën shqip është shumë e thjeshtë. Pra edhe në aspektin monetar, po në aspektin psikologjik. Elektoral, po edhe i zbatueshëm në praktik. Po, është e vërtet, është i zbatueshëm në praktik, nuk duket si një premtim elektoral. Tani se ka zgjedhur pjesën e fundit të muajit kur përkon, është çështje tjetër pastaj, atë edhe s'mund ta paragjykojmë. Por deri diku është dhe e kuptueshme që partitë politike zgjedhin të marketojnë ato anët më të mira në një periudhë fushate, nuk është se po e bën Partia Socialiste dhe partitë e tjera po e bëjnë. E rëndësishme është që çfarë përfiton biznesi dhe çfarë përfitojnë vetë individët, sepse duke u lehtësuar biznesi dhe punësit që punojnë në këto biznese kanë mundësi të marrin pagat në kohë reale, kanë mundësi të ndoshta të kenë dhe rritje pagash. Kur mund të duket një periudhë arsyeshme për të nisur si implementim, po themi, Nuk është e vështirë për të nisur si implementim. Mund të nisë si implementim menjëherë, sidomos pjesa e llogaritjes së tatimfitimit, ku merret një mesatar, rritje ekonomike. Nuk është diçka e vështirë për çështjen e gjobave, pra ku kemi amnistinë dhe kjo mund të nisi, edhe për pasyrat financiare që të rishikohen edhe nëse ka shtesa të bëhet pjesë, nuk ka asgjë që duhet të nisi pas një periudhe X. Këto janë gjëra që mund të aplikohen, se janë parë si problematika,
po konsiderohet, po jepet një zgjidhje dhe po konsiderohet e gjithë kjo një paketë paqeje. Një nga elementët që ndoshta do përfshihet edhe në këtë paketë të paqes është integrimi i inteligjencës artificiale të përdorur nga administrata tatimore për të evidentuar gjithë këto element, po themi, dhe për të bërë një balancë midis tyre. Sa rëndësishme është përfshirja e këtij sistemi, po themi, në zbatimin e këtyre masave? Është shumë e rëndësishme pasi edhe qeveria nuk ka një kohë së shtesë, sepse të nxjerrë inspektor tatimor në teren ndonjëherë është më e vështirë për të gjurmuar. Nga ana tjetër është dhe e lodhshme, ndërkohë që i kushton më pak qeverisë, pastaj po e përdorin dhe vendet Bashkimit Evropian, pse mos ta përdorim ne. Do ndikojë pozitivisht dhe inteligjenca artificiale për të evidentuar të gjithë problematikat që kanë bizneset në rast se bëjnë evazion fiskal apo qoftë dhe informalitet. Romina, unë të falenderoj shumë që ishte sot në Money Report. Sigurisht në vijim do të kemi mundësi që të ndjekim edhe nëse do ketë risi të tjera, po themi nga kjo fushat që duket ka çdo ditë më shumë surpriza edhe për biznesi. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Mirë, shikues nderuar, ne do të ecim me të tjera zhvillime. Banesat në vend kanë parë një rritje të ndjeshme të vlerës në pjesën e dytë të vitit të kaluar. Banka e Shqipërisë ka publikuar dhe raportin ku theksohet se në bazë të vlerësimeve të indeksit Fisher, çmimi mesatar i banesave të shitura pa një rritje me 23.6% në krahasim me 6 muajin e kaluar dhe me 44.5% në krahasim me një vit më parë. Indeksi i çmimeve për shitjet në Tiranë u rrit me 26.2% ndaj periudhës paraardhëse dhe 56% ndaj nivelit të një viti më parë. Sektori bankar ka vijuar në mbështetje me kredi, blerjen e pasurive të paluajtshme nga individët dhe bizneset. Në fund vitit të kaluar, kredia e dhënë për këtë segment ishte 210 miliard lek, duke u rritur me 6%. Sipas Bankës së Shqipërisë, nga pronat e shitura në pjesën e dytë vitit kaluar, të huajt kanë blerë rreth 20% të tyre. Agjencia Kombëtare e Turizmit organizon për të dytin vit konkursin ndërkombëtar të fotografisë dhe videove. Pjesëmarrës në këtë konkurs janë vizitorët e huaj përmes videove dhe fotografive që kanë realizuar duke udhëtuar nëpër Shqipëri. Fituesit u nderuan për kontributin e tyre në promovimin e Shqipërisë turistike me 40 çmime speciale. Rreze e ndritë për shkuni, pjeshke, malet, Rikthehet për të dytin vit të radhazi konkursi ndërkombëtar i fotografisë dhe videove. ato malet malnushme. Wanderlust in Albania, i organizuar nga Agjencia Kombëtare e Turizmit në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, vjen si mundësi për të zbuluar bukuritë natyrore të Shqipërisë nga veriu në jug, përmes syve të vizitorëve. Ata kanë sjellë fotografi dhe video reels që kanë realizuar gjatë udhëtimeve të tyre në Shqipëri. Fotograf dhe videograf, profesionist por dhe amator nga Shqipëria dhe 36 vende të botës, sollën edhe këtë edicion imazhe dhe filmime duke treguar përmes objektivit të kamerës natyrën, trashëgimin kulturore dhe historike të Shqipërisë. Në konkurs morën pjesë dhe qytetarë nga vende të largëta si Mauritius, Kolumbia, Uruguay, Indonezia dhe të tjera. Dëshmon një etapë të re në zhvillimin e turizmit ton, pasi tashmë Shqipëria nuk është thjesht një destinacion turistik që po zbulohet, por është një frymëzim që po shpërndahet dhe po përjetohet globalisht. Ne dëshiruam që të promovonim Shqipërinë turistike përmes fuqisë së artit vizual. Nëpërmjet të fotove dhe videove reels të mrekullueshme, do të thoja, të prodhuara nga tregimtarët më autentik, pikërisht vetë vizitorët. Në konkurs u paraqitën 800 fotografi dhe 100 video reels të përzgjedhura, të cilat do t'i shtohen fondit të Agjencisë Kombëtare të Turizmit dhe do të përdoren në materialet promocionale të Shqipërisë turistike, duke përfshirë revista, albume, flet informuese, broshura si dhe spote publicitare. Fituesit u nderuan për kontributin e tyre në promovimin e Shqipërisë turistike me 40 çmime speciale. Mirë, do të shohim të tjera lajme. Shqipëria ka pritur rreth 1.6 milion vizitorë të huaj në periudhën janar-mars, referuar të dhënave të fundit të Instat gjatë muajit të kaluar. Peshën kryesore të turistëve të huaj që vizituan në vendin ton, 95% vjen nga Europa, 80% i përkasin në fakt e Europës jugore dhe 7% asaj perëndimore. Vlen të përmendet dhe dyfishimi i numrit të vizitorëve ka vende të largëta si Afrika dhe Azia, një tregues i qartë i rritjes së interesit nga tregje jo tradicionale. Tur operatorët kanë pritshmëri pozitive për sezonin verës,
ndërsa prenotimet thuajse janë përmbyllur në pjesën më të madhe të strukturave akomoduese. Onesat në krimin e qeverisë re të Kosovës po penalizojnë vendin edhe në aspektin ekonomik, ndërsa shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor kanë marrë disbursimet e para nga plani i rritjes, Prishtina nuk po arrin dot t'i përthith ato pasi marrëveshja duhet kaloj për ratifikim në kuvend, pasi seancat për konstituimin e parlamentit kanë dështuar deri më tani. Që nga zgjedhjet e 9 shkurtit, Bashkimi Evropian ka bërë thirrje 2 herë për të nxituar në procesin e formimit të institucioneve të reja të Kosovës, pa përmendur thirrjet e njësive diplomatike të perëndimit në Prishtinë. Konstituimi i parlamentit është themelor për kalimin e reformave të domosdoshme për avancimin e procesit integrues të vendit në Bashkimin Evropian, po sigurisht edhe për përfitimin e fondeve nga Brukseli, përfshirë këtu ato të planit të rritjes. Është në interes të Kosovës dhe qytetarëve të saj që politika në vend me shpejtësi t'i formojë institucionet në nënvizoj Brukseli, por pikërisht interesi i qytetarëve është në fund të listës për të zgjedhurit e Kosovës nga 9 shkurtje. Thirrjet e ndërkombëtarëve kanë rënë në vesh të Shurdër. Në këtë moment, për kryeministrin në detyrë Albin Kurti, parsërisht lufta për pushtet, edhe pse qytetarët e Kosovës e dhanë mesazhin se nuk duan që të paktën vetëvendosja të qeverisë vetme. Dështim pas dështimi në seancat e kuvendit për të zgjedhur një drejtues, çka do t'i hapte rrugë konstituimit të parlamentit dhe asnjë fjalë para mediave që i refuzon për planin e rritjes nga i njëjti kryeministër Albin Kurti, që e zhyti vendin edhe nën sanksionet e Bashkimit Evropian. Kosova nuk mund të përfitojë pagesat e para nga plani i rritjes, derisa në kuvend të ratifikohet marrëveshja për mjetet dhe kredin me Bashkimin Evropian. Marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen me 2/3 e votave. Për Kosovën, Brukseli ka ndarë 882.6 milion euro, nga të cilat rreth 62 milion euro, pra 7% që i parë, do të mund të merreshin nga Prishtina, por ky proces ka ngecur bashkë me ngecjen e zhvillimeve politike. Sipas parashikimeve të Brukselit, implementimi i fondeve nga plani i rritjes do të sillte një rritje ekonomike prej 10% në ekonomitë e shteteve të rajonit, rritje nga e cila Kosova është e dënuar nga të vetët të mos përfitojë, si i vetmi vend në rajon me këtë fat dhe për këtë fajin e ka politika. Kemi mbërritur në fund të mani reporte dhe për sot zhvillimet të tjera nga vendi, rajoni dhe bota i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare, po ashtu informoni në korale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Ne bashkë do ndajemi këtu, pas pak vjen kolegja Jeta Kasem.